Po, 45.000 i mrihen letë. Po. Ndërsa në analizën politike, ku edhe ti e i mirë, edhe je mormati, në analizën politike, të dhonat statistikore, datat, tregojnë rësh. Qa tregojnë? Tregojnë që Aleonca Paradhmërinë e Kosovës, edhe kur ka i me PSD-n, edhe ma herë kur ka i me Fatmi Limen, ka posë romje prej 11%, 9%, në 7%, me kondo qohë që u bo. Të rendi historik politik. Koalicionet si kanë funksionuar. Si kanë funksionuar dhe vota ka hoshku të Kanë mungu analizat e mbreshme, që funksionuar koalicionet. Në rast se po e thu që AK-ja sahër që ka hi me koalicione, ka marrë rezultat ma të keq, se sa kur ka garu vetë, atër që shpi bjen kjo, na pas kemi hy me nismen, pse jemi tut me hi vetë apo për çka? Jo, kjo është kundërthonje. Jo, pi bjen se është, zoti Haradina është shumë i mëshirshëm, ndaj këtyne tashemi kështu kushtimisht humës me politik që su në emrin pro. Mas pojë nuk e qujta asë njerë, Fatmi Limen, humës politik. Fatmi jeni noti ke thonë që unë të jep inserime se u jep interpretimit gabume. Asë njerë nuk e qujta Fatmi Limen, humës politik. Po s'mund ta quash sepse ai ka fitu këtë shumë tre deputet. Ai ka garu edhe zgjedhjet e vet madje i guximshëm, ka hyrë në zgjedhje me Okerën, ka hyrë në zgjedhjet e por aludove që so fair. Jo, Goran Malishe thashu ka qenë fair. Edhe ti që ma fair nëse ma qunë, hajde. Nëse ti e ki kandidat për kërëmi... me zorë me dhonë, votoni se qështu, tani po të zotit e moza e sofer. Shumë je, do me dhonë kundërthanës. Dhe i tash akuzove LDK-n që e orientan votën. Dhe tash kur përflosim për një argument që ki për asyve, pra nëse e ki kandidat, ti e shkon të bim Malishe, edhe del ju folë, Zoti Lima ka dalë ju ka folë, sigurisht se Zoti Haradinaj. Edhe ka thonë kandidati ynë për kryeministër. Në kështu zgjedhje është Ramosh Haradinaj. Edhe në rast se ti, do të thonë, 10 votave që i kanë votues në Malishev, nuk e gjen një vot, më ja jap kandidatit për kryeministër, po 10 votat i orientojnë te kandidatet e nismes, kanë qyri. Se koalicioni ju pa i modë. Kushtrim se kemi hyrë tek tema, kemi hyrë tek pyetja kush jam për mu votu kandidati për kryeministër. Sakt. Unë e kom po edhe unë me secili ta përmbyllit se po mas krijojmë, domethënë e thash që Fatmi Lima jo korrekt, jo fair, zoti Limaj. Loja thash që jo fair. Loja ka koalicioni e bën këtë. Tash kush e ka se ka po lojën ta themi kështu. Gash vetëm përgjigjen se mora se për Limajn folëm shumë. Po këtë kush e bën qeverin për ty? Me kë? Me kont munët. Me kont kushtim, relativizimi dhe që situat, me kont mund. Këti s'pi përqen efektivisht mos me modët e ndoqja.